Policia e Tiranës vë pas hekurave 8 zyrtar të drejtorisë së metrologjisë dhe shpall një në kërkim. Operacioni i koduar kalibrimi ka tronditur mëngjesin e së njëjtës një nga drejtoritë e metrologjisë, duke u vendosur në pranga që nga zëvendës drejtori e deri tek inspektorët, të cilët kishin abuzuar me detyrën. Janë arrestuar Roland Çelmeta, zëvendës drejtori i drejtorisë së përgjithshme të metrologjisë, Mojsi Musabelliu, Kristaq Thanasi, Hetem Basho, Armand Xhika, Armand Shuaipi, Agron Damzi, Sokol Lami, inspektor në këtë drejtori. Ndërkohë që është shpallur në kërkim një tjetër inspektor, po pranë kësaj drejtorie, ndërsa policia e Tiranës në një deklaratë për mediat shpjegon skemën e mashtrimit. Kryenin kalibrime fiktive si të depozitave, distributorëve, autoboteve, të karburanteve dhe të gazit, peshorëve të llojeve të ndryshme të supermarketeve, lokaleve, furrave të bukës, dyqaneve të argjendarive, mallrave të paketuar si dhe taksimetrat. Pasi merrin parat e koalidimit apo kalibrimit të njësive të peshmaceve, një pjesë të konsiderueshme të ardhurash nuk i kalonin në arkën e shtetit. Po ashtu, në shumicën e rasteve nuk u jepin subjekteve të ndryshme faturat e TVSH-s, si dhe duke u kërkuar rushfet subjekteve të ndryshme për të bërë kalibrimin apo koalidimin e njësive të peshmatjes. Menjëherë ka ardhur edhe reagimi i Ministrisë së Ekonomisë, e cila në një deklaratë shprehet se ka ndjekur me vëmendje ngjarjen e ditës së sotme, ku policia ka arrestuar me akuzën për korrupsion disa zyrtarë të drejtorisë së përgjithshme të metrologjisë dhe kalibrimit, institucion në varësi të kësaj ministrie. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës distancohet nga veprimet korruptiv të çdo individi, i cili abuzon me detyrën e shtetit. Gjithashtu, Mete do të nisë urgjentisht analizat e duhura, jo vetëm në drejtorinë e përgjithshme të metrologjisë dhe kalibrimit, por edhe në të gjitha institucionet e tjera në varësi të saj.